në mënyrën më antiligjore, antikushtetuese. Pra kjo është fytyra e vërtetë e Edi Rams, fytyra e vërtetë e këtyre zgjedhjeve të cilat kur nuk do njihen. Ata që mendojnë se mund të imponojnë qytetarëve shqiptarë në këtë mënyrë, vullnetet e tyre dhe mund të qëndrojnë mbi karrige, gabojnë shumë rënd. Ka vetëm një zgjidhje, zgjidhja është emergjente, krijimi i qeverie teknike, zhvillimi i zgjedhjeve të reja, shqiptarët votojnë të lirë. Kjo është qëndrimi ynë. Ka vetëm ne kemi me qindra dokumentat pafundme të shkatrimit, të shtrimit të procesit zgjedhor në farsë elektorale, pra kjo është farsa e vërtet elektorale, dhe ne duhem që shqiptarët të votojnë dhe të mos vuajnë farsën elektorale dhe pasojat e saj. Ne do qëndrojmë me të gjitha potencialet tona, fuqin tonë, që shqiptarët të votojnë si qytetar të lirë të një vendi dhe jo të përjetojnë farsat e turpshme elektorale që janë të njëjta me ato të Zimbabves 30 viteve më parë. Besoj se e keni të qartë, e shifni vetë. Gjithçka janë rezultate të paracaktuara. Unë mund të them ju se do shifni gjëra të do shifni kuti votimi në cilat 200 flet njëra pas tjetrës kanë të njëjtën palosje. Çka do të thotë që kuti i parë ose është treni bullgar që është e njëjta gjë pastaj.